8 sekrete për portofolin që tërheqin pasuri. Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do të flasim për një temë shumë interesante dhe praktike, si të përdorni Feng Shui për portofolin tuaj që të tërheqni më shumë pasuri, begati dhe prosperitet në jetën tuaj. Feng Shui është një art i lashtë kines që harmonizon energjinë në hapësirat tona dhe portofoli ynë është si një shtëpi e vogël për parat tona. Nëse e trajtojmë atë me respekt dhe sipas rregullave të Feng Shuit, mund të krijojmë një rrjedhë pozitive të energjisë së pasurisë. Në këtë video do të zgjerojmë 8 këshilla kryesore që vijnë nga parimet tradicionale të Feng Shuit. Do të shpjegoj secilën në detaje, pse funksionon, si ta zbatoni dhe disa shembuj nga jeta reale. Videoja do të jetë relaksuese, pa nxitim që të mund ta dëgjoni ndërsa pushoni ose meditoni për pasurinë tuaj. Nëse ju pëlqen, mos harroni të abonoheni, të lini një like dhe të komentoni nëse keni provuar ndonjë nga këto këshilla. Le të fillojmë. Pika 1. Mbajeni të rregullt dhe në gjendje të mirë. Këshilla e parë është themelore. Mbajeni portofolin tuaj të rregullt, të pastër dhe në gjendje të mirë. Në Feng Shui, portofoli simbolizon thesarin tuaj personal. Nëse është i mbushur me fatura të vjetra, mbeturina, letra të panevojshme ose gjëra të grisura, kjo krijon bllokime në rrjedhën e energjisë të parave. Parat duan hapësirë të lirë për të hyrë dhe për të qëndruar. Imagjinoni qinë si një lumë. Nëse lumi është i bllokuar me plera, uji që simbolizon pasurinë nuk rrjedh lirshëm. Hiqni çdo ditë ose çdo javë gjithçka të panevojshme, faturat e paguara, kartat e skaduara, biletat e vjetra. Pastroni brenda dhe jashtë me një leckë të butë. Nëse portofoli është i vjetër dhe i konsumuar, konsideroni ta zëvendësoni. Një portofol i ri sjell energji të re. Shumë njerëz që kanë zbatuar këtë kanë raportuar se pas pastrimit kanë filluar të vinë mundësi të reja financiare. Provoni sot, hapni portofolin tuaj tani dhe hiqni të paktën 3 gjëra të panevojshme. Ndjehuni si po hapni derën për begati të re. Pika 2. Ruajeni portofolin me kujdes. Këshilla e dytë, ruajeni portofolin me kujdes dhe caktojini një vend të veçantë në shtëpi. Kur ktheheni në shtëpi, mos e hidhni kudo, në tryez, në divan ose në çantë pa rend. Portofoli meriton respekt, sepse ai mban energjinë e pasurisë tuaj. Zgjidhni një vend të lartë, të pastër dhe të qetë, si një raft në dhomën tuaj ose një kuti speciale. Kjo tregon se e vlerësoni pasurinë tuaj dhe universi ju kthen me më shumë. Në Feng Shui, vendi i ulët ose i çrregullt ul energjinë e parave. Shembull, një mike ime filloi ta vendoste portofolin në një vend fikse pranë altarit të saj të vogël të pasurisë dhe brenda muajve paga i uri. Provoni të krijoni një vend deri për portofolin tuaj, do të ndjeni ndryshimin në ndjenjën e sigurisë financiare. Pika 3. Respektojeni portofolin. Tani, këshilla e tretë, asnjëherë mos e lini portofolin në dysheme, sidomos në dyshemen e tualetit. Kjo është mungesë respekti total ndaj pasurisë. Dyshemeja simbolizon nivelin më të ulët të energjisë dhe tualeti është vend i energjisë negative. Shachi, duke e lënë aty, ju ulni vlerën e parave tuaja dhe ftoni energji negative financiare, si humbje ose borxhe. Gjithmonë mbajeni lart në një vend të respektueshëm. Kjo është një rregull i fortë në Feng Shui. Respekti ndaj parave tërheq më shumë respekt nga universi. Mendoni për të. Parat janë energji e punës suaj. A do t'i trajtonit ato si mbeturina? Jo. Filloni sot të jeni më të vetëdijshëm ku e vendosni portofolin. Pika 4. Zgjidhni ngjyrën e duhur. Këshilla e 4 dhe shumë e rëndësishme, zgjidhni ngjyrën e duhur të portofolit sipas elementeve të Feng Shuit. E zeza simbolizon ujin dhe pasurinë e qëndrueshme, ideale për përparim në karrierë dhe akumulim parash. E kaltra, shmangeni, sepse uji rrjedh si lumi, parat mund të ikën lehtë. E kuqja, djeg energjinë e pasurisë si zjarr, mund të shkaktojë shpenzime impulsive. E kafta ose kafe, element tokë, ndihmon në kursim dhe stabilitet financiar. E gjelbra, simbolizon drurin dhe rritjen, perfekte për mundësi të reja dhe rritje pasurie. E verdha, mustard ose pastel, ndihmon në kursim dhe tërheq begati të qëndrueshme. Ngjyra ndikon në energjinë tuaj personale. Nëse doni rritje, zgjidhni gjelbër. Për stabilitet, zezë ose kafe. Shumë ekspert Feng Shui rekomandojnë të shmangni të kuqen dhe të kaltërën për portofol. Nëse keni një portofol të gabuar në ngjyrë, konsideroni ta ndryshoni gradualisht. Kjo këshill ka ndryshuar jetën financiare të shumë njerëzve. Pika 5. Shmangni portofolat e përdorur. Këshilla e 5. Mos përdorni portofolat të dorës së dytë ose të përdorur. Ata mbartin energjinë e pronarit të mëparshëm, e mirë ose e keqe. Në Feng Shui, energjia që ngjitet në objekte dhe ju nuk doni të trashëgoni probleme financiare të dikujt tjetër. Gjithmonë blini të ri për të filluar me energji të pastër. Nëse portofoli juaj është i vjetër më shumë se 3 vjet, zëvendësojeni, pasuria e një portofoli skadon energjikisht. Kjo është si të filloni një kapitull të ri financiar.
Pika 6. Përdorni simbole fati. Këshilla e 6. Shtoni simbole fati në portofol. Më i famshmi është të vendosni 3 moneda kineze Feng Shui me vrim 4 këndëshe të lidhura me shirit të kuq pranë parave. Numri 3 simbolizon qiellin, tokën dhe njeriun, tërheq energji të fortë pasurie. Mund të shtoni edhe kristale si citrine, përbegati ose pyrite. Këto veprojnë si magnet për çim pozitiv. Shumë njerëz i mbajnë këto dhe thonë se parat vijnë vetë. Provoni, është e thjeshtë dhe efektive. Pika 7. Organizoni kartëmonedat. Këshilla e 7. Mbajini parat të rregullta, të renditura sipas vlerës, të drejta dhe pa rrudha. Mos i vendosni kokposhtë ose të përdredhura. Në Feng Shui, parat e respektuara tërheqin më shumë para, renditinin nga më e madhja te më e vogla, të gjitha në të njëjtin drejtim. Kjo krijon rend dhe harmoni financiare. Është një akt meditimi ditor për pasurinë. Pika 8. Zgjidhni formën e duhur. Miq të dashur, tani kemi ardhur te këshilla e 8 dhe e fundit, por as pak më pak e rëndësishme. Zgjidhni formën e duhur të portofolit. Në Feng Shui, forma e portofolit ka një ndikim të madh në mënyrën se si rrjedh energjia e pasurisë dhe se si parat ndjehen brenda tij. Parimi kryesor është ky: portofoli ideal duhet të jetë drejtkëndor, i gjatë dhe i hapur mjaftueshëm që kartëmonedat të futen brenda pa u palosur kurrë. Pse? Sepse në Feng Shui, palosja e kartëmonedave konsiderohet si një thyrje e energjisë së tyre. Kur një kartëmonedë paloset, energjia që e saj ndërpreret thyet dhe kjo simbolizon pengesa në rritjen financiare, vonesa në pagesa ose humbje të vogla të vazhdueshme. Imagjinoni parat si qenie të gjalla, ato duan të jenë të shtrira, të lira, të drejta dhe të respektuara. Kur i palosni, është sikur t'i shtypni ose t'i burgosni. Në vend të kësaj, një portofol ku kartëmonedat qëndrojnë të shtrira plotësisht u jep atyre hapësirë për të frymëruar dhe për të tërhequr më shumë para të ngjashme. Forma drejtkëndore është simbol i stabilitetit, tokës dhe harmonisë. Ajo përfaqëson baguan klasik të Feng Shuit, katror ose drejtkëndor, që është baza e çdo hapësire prosperuese. Portofolat e rumbullakët ose me forma të çrregullta, si zemër, trekëndësh ose ato shumë moderne me qoshe të prera, mund të duken të bukura, por ato krijojnë rrjedhje të paqëndrueshme të qit. Parat mund të vinë shpejt, por edhe të ikin po aq shpejt. Një shembull klasik që tregojnë mjeshtrat e Feng Shuit, njerëzit që përdorin portofola të vogla ku duhet të palosin kartëmonedat 2 ose 3, si ato portofolat minimalist që janë në modë tani, shpesh ankohen se parat nuk u qëndrojnë kurrë në xhep. Ndërsa ata që kalojnë në një portofol klasik të gjatë, ku lekët 5.000 ose 10.000 futen të shtrira, raportojnë se fillojnë të kursejnë më shumë dhe të kenë më shumë kontroll mbi financat. Po nëse jetoni në Europë ose së hërbo ku kartëmonedat janë më të vogla, edhe aty vlen e njëjta rregull. Zgjidhni një portofol bifold ose trifold që hapet plotësisht dhe i mban dollarët ose eurot pa i përkulur. Shumë marka luksoze si Montblanc, Louis Vuitton apo edhe marka më të përballueshme si Fossil ose Tommy Hilfiger kanë modele klasike drejtkëndore që janë perfekte për Feng Shui. Një këshill praktike: kur blini portofol të ri, hapeni në dyqan dhe provoni të futni kartëmonedën më të madhe që përdorni, PS 10.000 lek ose 200 euro. Nëse futet pa u përkulur fare, është kandidati ideal. Nëse duhet ta palosësh sadopak, lëre mënjan dhe një detaj i vogël por i fuqishëm. Portofoli duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme edhe për moneda dhe karta, por jo aq i madh sa të bëhet i rënd dhe i papërshtatshëm. Balanca është qelësi, as shumë i vogël që shtyp pasurinë, as shumë i madh që shpërndan energjinë për mbledhur. Forma drejtkëndore e gjatë, pa palosje të kartëmonedave, është si të krijoni një autostradë energjie për pasurinë tuaj. Ajo i fton parat të vinë, të qëndrojnë dhe të shumë fishohen. Nëse tani po mendoni për portofolin tuaj aktual, pyesni veten, a janë kartëmonedat e mia të shtrira plotësisht? Nëse jo, ndoshta është koha për një ndryshim të vogël që mund të sjellë ndryshim të madh financiar. Kjo ishte këshilla e 8, por mos harroni, të gjitha këshillat punojnë së bashku. Zbatoni ato një nga një dhe do të ndjeni se si energjia e pasurisë fillon të rrjedhë më lirshëm në jetën tuaj. Përfundim. Miq, këto ishin 8 këshillat kryesore Feng Shui për portofolin tuaj. Zbatoni ato gradualisht dhe shikoni ndryshimet. Feng Shui nuk është magji, por harmonizim energjie që ndihmon në tërheqjen e begatisë. Falenderoj që dëgjuat deri në fund. Nëse keni pyetje, komentoni poshtë. Abonohuni për më shumë video rreth Feng Shuit, pasurisë dhe jetës pozitive. Bekime pasurie për ju të gjithëve.